Tubimin vjetor të partisë së saj, kryeministja italiane Giorgia Meloni e mbylli me thirrjet jo vetëm për mbrojtjen e arritjeve të qeverisë së saj, por edhe e drejtuar Europës të forcojë aftësitë e veta mbrojtëse, sidomos në kohën kur administrata e Donald Trumpit po lëshon sinjale të një ndryshimi të strategjisë së saj të sigurisë dhe një tërheqje të mundshme nga angazhimet në kontinentin e vjetër. Nga kështjella Sant'Angelo në Rom, Meloni deklaroi se Trump e kishte bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmend të shkëputen nga Europa e se europianët duhet jenë të përgatitur. Trump e ka pohuar me shumë vendosmëri se Shtetet e Bashkuara kanë ndërmend të shkëputen nga europianët, duhet të organizohen për të mbrojtur veten. Për 80 vjet, ne ja kemi dorëzuar sigurinë tonë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ushtirur se ishte falas, por kishte një çmim për të paguar, e ky çmim quhet kushtëzim. Liria e ka një çmim, tha Meloni. Komentet e Melonit vinë në mesin e tensioneve midis Bashkimit Evropian dhe administratës Trump. Kryeministja italiane i hodhi poshtë pretendimet se ka një krisje në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, sërish apeloi për një strukturë mbrojtëse europiane më të fortë e të aftë të angazhohet me fuqitë globale në kushte të barabarta.